Fa gjasi është polici? Ku drejshim po ikim, ai ku drejshim po ikim. Po si të vazhdoj gjërimet, mora është në burg, si të vazhdoj gjërimet? Mirë, okay, hajde do flasim kur ti. Edhe nëse nuk besoni tek shpirtat apo fantazmat, jam e sigurt që të gjitha ne kemi përjetuar atë rithërimën në fund të kurrizit në një korridor të errët në 3 natës, ku kthen kokën mbrapa edhe thot: "Un po ça?" Ai idiote. "U tre." Po prisja kupton, okay, të mbaroj, po nuk e prit të mbaroj. U trem. Personi I fundit I frikshëm, Klea. Po të më kisha afër do isha trembur ti. Ja, e trembi Kesianën. Pra me pak fjalë sot do flasim për histori paranormale. Ose histori të frikshme. Më në fund ajo goca që na komenton në çdo video, aman flisni për histori të frikshme. Ishte flesh mesi vapës, flisi për histori të frikshme. Ajo do ndihet shumë e lumtur kur ta shohë këtë podcast, dhe e shoh 20 herë. Ajo dhe shumë të tjera si ajo, po. Thank you. Çfarë keni ju ndonjë histori të frikshme dhe paranormale që ju ka ndodhur? Kurse unë Kisiana do filloj të filloj e ti, se I feel. Ju betoj, në qoftë se ky nuk është episodi I fundit që ju më përmendi Fieri në nuk e Majë. ti E unë. di se çfarë do thuash edhe para priva vet. Pa ai është qytet mistik. Po, Nuk e di. unë mendoj që është kot ajo stereotipi se këto gjërat paranormale më shumë ndodhin nga anët tona, ande nga Nga veriu ka shumë fakt. Unë sapo parë sot në kur zgjova nga gjumi, e pash një meme që thoshte për shtrigat në Fier, dhe thoshte kur ajo shtrigat në Fier të kthej Lilliput dhe ishte kthyer kaq. Po kush është ni? Ta bëjmë. Ishte Bledi me mzime. Okej, Eva, ky është një emision, ky është një episod I frikshëm. Okej, po ishte një kështu Lilliput I vogël, po ishte të tha kur shtrigat në Fier të kthej Lilliput. Ishte fani. Ishte fani. të dyja të filloj, se unë kam Të filloj personale. Klea që unë të frymëzohem pak dhe të nxjerr ato historitë e frikshme dhe të errta që ka Fieri. Hajde, Po, Klea. tani kështu me një që e kam dëgjuar. Një shoqja ime ka një mam, siç e kemi të gjitha ne. Okej. Wow. Kjo mami vet. Frikshme, u trembëm. Tu trembëm vërtet. Edhe mami vet po më thoshte që para disa vitesh se këto jetonin si me thënë me kunatën edhe me vjerën në shtëpi. Edhe mami vet kishte parë një ëndër, një natë, që kjo ishte një dhomë e zezë, e errët, dhe nga njëri cep kishte vetëm 2 spota. Nga njëri cep spoti binte tek mami kësajt, kurse spoti tjetër binte te 2 gra me flokë të gjata të zeza që rrinin si për një kazani, e kupton? Si për një kazani fikse. Tregoje pak më dramatike, të lutem. Po prit, se kam akoma. Si për një kazani që lëshon kështu avull. Ke parasysh si në për filma. Magjistar. Dhe kjo zgjohet, po mami kësaj shoqes time zgjohet, kështu si me marrje fryme. Ditën tjetër e zë prap gjumi. Se këtu është pjesa spooky. Ditën tjetër që e zë prap gjumi, kishte parë në ëndër, e keni parasysh atë sheshin mbrapa bashkisë? Të shesin Mos shkel me atje domethënë. Jo, prit, të sheshin mbrapa bashkisë. Kishte pa qirinj, vetë shumë, domethënë miliona qirinj në tokë në formë baby. Edhe kjo zgjohet nga gjumi, edhe I thot vjerrit vet që kështu ka ndodhur. Dhe vjerri I vet I thot që unë di një hoxh dhe do të çoj tek ai. Dhe e merr mamin e kësaj, po e merr mamin e kësaj dhe e çon tek ai hoxha. Hoxha gjeni ku ishte. Ku? Të sheshin mbrapa bashkisë. Wow. Po, më bëhet kështu në kura. Wow, zemra. Po të betohem, hoxha ishte të sheshin mbrapa bashkisë. Edhe se ç'a I bën hoxha mamit asaj, dhe kur zgjohet ditën tjetër, vjera e kësajt, mamit kësaj shoqes time, çohet dhe tek unaza, domethënë kishte një kështu si shtrëngim krahëror, edhe tek unaza vetë e Floririt ishte bërë komplet e zezë. Wow. E zezë. Kur vesh Florinj, qose Do të thënë kështu thuhet. Po. Kështu që mbani gjithmonë Florinj. Di një histori të një shoqe, e cila ka qenë, do të thënë ishte me 2 shoqe të tjera, ishin 3 goca. Është në Tiranë, tek Varri Bomit, të shoqja ime, është më ka treguar historinë. Dhe tek Varri Bomit janë disa pallate të vjetra. Tek një nga këto pallatet e vjetra, po shtëpia është e pabanuar, nuk banon më askush. Dhe tek dritare që është bosh ka vetëm kangjella, po nuk ka xham. Pra është një mur I zbrazët me kangjella. Dhe më tha që kur po kaloja aty bashkë me 2 gocat e tjera,
pa për te xhamit dhe pa që ishin gjitha mobilet të mbyllura me çarça. Bëjti ka mërë flakët? Hajga qime. Që shkollës dalë që 7 gjinda, o zoti ma. Tani me që po flitën për histori të frikshme nuk mund të mungoja unë me... O, zemra, u trema dhe unë që e dija që të vitë! O trema dhe unë do të ema, imagina. Se ku do shkosh ku e ke destinacion i radhës? I radhës është në Kruj që del nesër. O zotë dalë që 7 shpirtra rrugës për Kruj. Mos! Fantastical Benja, çdo të enjtë ora 18:00. Kurse mua po vinte për çesh se dija që do vinte dhe thjesht ku po e shifja një gjë të zezë. A u trema për vërtetë? Nuk e dija që kisha vesh një gjë të zezë, sa ç'është kjo gjë e zezë që po afro. U trema dhe unë! Për ta përmbledhur edhe një herë se fatosi. Dhe më tha që kur po kalonte aty dhe ishte me gocat, po shihte përtej kangjëllave dhe ishte të gjitha mobiljet, shtëpi, mobilje, por të mbuluara me çarçaf. Të gjitha me çarçaf të bardhë. Dhe tha u bëm shumë kurioze dhe gjuajtëm një gur. Dhe guri u kthye mbrapsht. Po. Guri pas ka pas fuqi më u kthy mbrapsht. Po. Guri kishte fuqi më u kthy mbrapsht. Po dikush e ka Nuk du shtyr. ta merrni me emën tek kjo episod. Dhe brava ishte me 5 dryna. Ke parasysh dryna po me 5 dryna që ti nuk mund të futesh e dot. Dhe kur kishin pyetur banorët e lagjës që ç'a është kjo shtëpia e vjetër pa banuar, kishin thënë që para 30 vitesh një çift ditën e parë të dasmës, pasi ishin martuar, kishin ardhur në shtëpi, kishin vrarë veten. Po. Dhe që nga atëherë... Ua, si më bëmishi. Po, që nga atëherë kishin vrarë veten dhe kishin mbuluar të gjitha mobilet me çarçaf në mënyrë që të mos bëheshin pis. Ua. Kështu thon, tani nuk e di nëse ju e dini që kjo është e vërtet. E vërtet, do të thënë kjo Po, tek varri i bomit. është e vërtet. Kështu thon. Tani, ishte një nga këto ditët në fillim që vinim ne te vila. Dhe ishte natë, nuk ishte ditë. Dhe ne do hiknim nga vila. Dhe këtu te Goci, fikse studia jon, ka qenë një televizor mbrapa Emës edhe Kejsianës. Ai televizori, domethënë kur binte nata, ndizej kod vet pa lidhje. Edhe unë bëja shaka me këtë gjën dhe i kishin hik Gjasti me, nuk e di se më kë ishte, ikëm poshtë e -1, dhe unë me Florin ishim tek 1. Dhe hapim ashensorin dhe unë po tallesha se i kishin gjitha dritat e vilës ishin të fikura. Po tallesha me Florin, aty te pasqyra, para se të mbyllej ascensori, i thash, a të them Vladimiri 3 herë, i thash? Ç'është Vladimir? Vladimiri, që e thu 3 herë para pasqyrës, edhe gjas me del ajo nga pasqyra dhe ti vdes. Këto budalliqe. Po. Që në mund ndodhen me vërtet nejse, i thashën Florit, a them Vladimiri 3 herë dhe e thash 2 herë, dhe ascensori u mbyll për tik poshtë dhe pa e thënë herën e tretë o zemra. Është në televizori. Jo, pa e thënë herën e tretë u hap ascensorit e 1. Po në vit nuk ishte asnjë që të shtypte butonin që ascensori të hapej te 1. Dhe ascensori është hapur. Kjo gjë vazhdon ndodh në vilën tonë. Ascensori hapet para syve. Ascensori është hapur dhe unë kam plasit bërtitme që është dëgju deri poshtë dhe thjesht e mbyllëm dhe kishim ngec. Ishim të dy dhe cepi ascensorit që ishim kështu. Oh my god. Wow, a ka shkallë që zbret -1 mos ta frekuentoj Po pra, Për zotin, kur e them unë, këtu përveç se pas kemi Po, more! Sa vjen historia? O Marcel, ç'a bëni kështu se na ngri gjakun? brava kishte, o Marcelo s'u kishe. Ua, për zotin më ngriu gjaku. Përveç se ka budallej në këtë vit kemi edhe fantasma që po zbulohen rrugës. Te ne asgjë nuk është normale. Hajde Kesian, aty po të pres me shumë kërshëri. Hama u trëmbe. Asgjë nuk është më frikshme se ty që nuk bën subscribe. Kështu që tani futu shpejt e shpejt bëj subscribe dhe na ndiqni sa më shumë. Kjo është një histori është super shumë reale dhe kur ma kanë treguar nuk e kam besuar. Tani, në Greqi, tezja ime me kushërirën kishte shkuar në një varrim të një njeriu që ishte shumë, po nuk e di, kjo nuk ka lidhje me magjit, besoj, po gjithsesi. Kishte shkuar në një varrim të një njeriu të rëndësishëm. Në varrim, aty tani kishin dëgjuar zhurma në një varr tjetër. Po zhurma të bërtitura. Edhe normal vajtën. Ishte i gjallë. Po, shkuan kishin hapur varrin dhe njeriu që ishte brenda në varr ishte i gjallë akoma dhe sa doli që mori frym,
Vdiq direkt. E keni dëgjuar këtë teorinë e pasqyrave, që ti nuk duhet flesh me pasqyrë përballë? Po, Ua, kam parë një herë natën vetën errësirë, dëshur du shnjerëzo. Po zemra kam ditë pasqyra në dhomë. Ishte dark, po fleja në dhomë, kisha pasqyrën përballë. Dhe kjo si paralizë gjumë që ti nuk e kupton, është diçka si që të nesmen të kujtohet si ëndër. Dhe dhe në të djathtë të dhomës shija një dritë të bardhë. Një dritë të bardhë që lëvizte dhe nuk e kuptoja. Unë isha në gjendje gjumi, do të thonë ishte si gjendje subkonsciente. Dhe ndërkohë në sfond dëgjoja një zë hoxhe që këndonte. Dhe ndërkohë që dëgjoja këtë zërin e hoxhës që këndonte, shija këtë hijen e bardhë që lëvizte. Dhe unë nuk lëvizja dot, është fiksa paraliza gjumi që ti nuk e di, ndoshta ka qenë paralizë gjumi. Më ka ndodhur mua paraliza gjumi. Dhe unë shifsha këtë hijen dhe dëgjoja këtë soundin, këtë zërin. Dhe kur zgjohem në mes natës dhe shoh që në YouTube ishte hapur një sure. Unë kam lënë telefonin fikur, kam fjetur, kam vënë alarmin dhe kam lënë telefonin. Sa e frikshme. Ka qenë realisht një nga episodet më të frikshme që unë kam pasur të kësaj paralizës gjumit. Dhe unë kam ndjerë këtë paralizën e gjumit. Kam qenë duke ora 5 mëngjesi, sikur mendoja sikur ishte dikush nga mbrapa që më shtrëngonte, po më shtrëngonte kështu. Shumë dhe nuk lëvizja dot, nuk merrja dot frymë. Edhe djersitesh, fillon edhe ke një depules trupi. Si quhet ajo loja me ato shkronja që kam përmendur edhe një herë tjetër? Ajo Ouija board. Unë se kam luajtur kur këtë dhe më kanë thënë një histori me këtë, o zoti i madh. Tani, ideja e kësaj lojës është që ti flet me shpirtat e vdekur. Dhe loja është me shkronja dhe ti mban të gjithë shoqet mbajnë gishtin tek një gotë plastike ose dhe ajo lëviz dhe shkon tek shkronja dhe ti jep ty përgjigje, po. Dhe kur kemi qenë duke luajtur, një prej shoqeve të mia nuk e kishte më të jatin e saj, kishte vdekur dhe kur i kishte vdekur nga një sëmundje e keqe në mushkëri për shkak të pinte shumë cigare. Dhe nga ajo që na tregonte ajo, babai kishte pasur shumë koll të keqe përpara se të vdiste. Dhe kjo tani do të fliste me babain dhe e thërret shpirtin e saj, e tij, dhe fillojmë dhe luajmë dhe i bën pyetje shumë personale që ne nuk i dinim, kupton? Muhabete familjare të tyre. Dhe në një moment kjo fillon të bëhet shumë keq. Dhe fillon kollitet me zën e një burri. Në një moment bëhet shumë keq, e ndërprejmë lojën dhe shkojnë bajë dhe i del gjak nga hundët. Po. Del gjak nga hundët dhe më pas vizitohet. Dhe kur vizitohet i dalin analizat shumë mirë. Pra nuk ishte asnjë problem. Kjo është shumë lojë frikshme në fakt. Ajo që ne menduam më vonë që mund të ishte tani, aso kohë që ishim fëmijë, menduam që ndoshta ai shpirt mund të kishte pushtuar njeriu, po. Është loja më e frikshme, unë se kam luajtur mos e luaj. Kam luajtur me kushërin kur kam qenë. Unë s'doja kur, ndoshta 15 vjeç. Aq, po. Edhe si duke u tallur, se edhe se kupton shumë mirë. Po pra nuk e kupton. Edhe duke e luajtur këtë lojë, nuk e mbaj mend fare çfarë pyetjesh bënim se ne talleshim. Po që kuptonim që realisht ishte vërtet dhe atë nuk po lëvizte asnjë nga ne. Edhe vjen usja Dajës. Po çfarë bëni ju? Hiqeni këtë, i thamë provoj usja Dajës me mamin. Që normal që ato zë lëvizni vetë, dhe ajo lëvizi. Zemra vërtet lëvizi? Shtap ndru. Lëviz. Ajo loja lëviz dhe betohem që është e vërtet. Po se çfarë fshihet pas asaj? Na tregon një histori se sigur që të gjithë do keni histori me këtë lojë. Shkëndijmë pak. Drejt kur e vut se të reaguat. Na tre. Kur erdhi? Erdhi si Tatiana nga deti zemra. Ore nuk kam mundësi se jam siklet. Po, edhe unë. Shkencërisht, truri jot bashkë me, domethënë, janë muskuj që të bëjnë ty të shkosh drejt asaj gjë që ti do të shkosh. O shpirt nuk e preknim na nuk e preknim majën. Klea, nëse do kisha prap guximin e një 15 vjeçare, do ta tregoja tani live atë lojën. Jo. Por nuk e bëj më kurrë. Mua më kanë thënë që do funksiononte. Mua më kanë thënë kalamajt. Ka shpirtra, ajo do ishte 100%. A ka vërtet vila shpirtra? Zëra mos u gjej Dalina duke thënë këtë se pastaj do e haj unë, do thonë. Më kanë thënë mua të gjithë luaj dhe më thonin kalamajt lagjës, unë kurrë nuk kam pranuar. Që atëherë kam shënë një farë e zgjuar, nuk do të. Bravo, shoqë dhe mos e provoni kurrë, është loja më e tmerrshme. Un kam qarë në lidhje me këtë lojë se vdekur që keni luajtur dhe ju dhe mësoni që e frynim kështu se nuk e frynim. Kur kemi qenë të vogla me shoqën time të ngushtë, besoj se ajo kur ta shofi këtë do të jetë dakord. Për shembull,
ishte në katë dytë, unë isha në katë më lartë, më thënë ishim pallat, dhe shkoja rria të flija tek ajo, për shembull. Dhe më kishte thënë her pas here që më bie dera, thoshte, po kur më bie dera, thoshte, shkoj për ta hapur të nuk është askush. Dhe atë natë fjetëm ne bashk, kështu sleepover. Ama se u bë me hije. Edhe fletëm atë natë aty ne, edhe bie dera. Okej, si një njeri normal për të hapur derën. Hapim ne shohim nga syri, askush. Askush. Zemra binte dera për zotin dhe ajo, besoj se po më ndjek edhe e di shumë mirë që kur kemi qenë të vogla ma thoshte që ka net që më bie dera dhe nuk shoh tek syri. Ideja është që nuk duhet ta hapësh. Jo, shiftet e syri nuk ishte askush. Po pra, nuk duhet të shkosh, nëse shef që nuk është askush, nuk duhet ta hapësh. Mami im, se mami im shef ca ëndra, më është e frikshme. Shumë e frikshme mami me ëndrat e veta. Ishte zgjuar një mëngjes po më thoshte edhe mua dhe nënës që kisha pa në ëndër një shtëpinë time në fshat, po e keni parasysh se janë shtëpi të fshat, shtëpia ime, në gjithë shtëpia e gjyshit dajës mami, baba është shtëpia i dajës tjetër. Po. Dhe tha, kam parë në ëndër, tha, sikur te shtëpia jon dhe te shtëpia dajës mbrapa, po kalonte një burim uji. Dhe burimi ujit ndaj ku kalonin të dyja shtëpia, dhe nga neve uji binte kristal i pastër. Dhe nga shtëpia tjetër ishte i pisët uji, binte shumë i pisët. Po si? Dhe ditën tjetër na marrin telefon, edhe thonë që daja mbrapa shtëpisë tonë kishte vdekur. Uaj, pas ka dalë ëndra. Për zotin, është e frikshme. Wow. E di që më kujtove me këtë ëndrën, çfarë po i pyesa të gjithë për histori të frikshme dhe Artemisa po më tregonte një histori dhe po më thonte pak a shumë që kishte lidhje me këtë. Po më thoshte që gjyshi vet i kishte vdekur. Dhe kishte parë në ëndër që po i thonte gjyshi hajde me mua, më ndiq. Dhe kjo ishte zgjuar sunabul, si quhet, që çosh sunabul, dhe tha, realisht tha para 20 minutash, dhe tha po e ndiqja në ëndër dhe e kishte kapur mami tek balkoni gati për të hedhur. Këto që çosh herë janë vërteta. Shumë e frikshme. Çosh herë? Po, çosh nga gjumi moj. E mballë histori të frikshme. Ore, po, sepse i ka ndodhur motrës time që është zgjuar kështu ka qenë në gjumë dhe ka ecur. Kështu Po, dhe ajo tha që më doli gjyshi i vdekur dhe i thoshte ai jam ndiq. Është shumë e vërtet. Është një grua në fis, brav. Fisi im. Ka një arsye pse jam kështu. Është një grua në fis, edhe vetëm çante. Do të thënë, ishte gati për të martuar dhe nuk donte të martojë dhe vetëm çante, nuk dilte nga dhoma. Edhe një i afërm i tyre që se janë dhe këto që shofin, po nuk di si t'ja vësh epitetin që shofin, fallxore, Njerëz që kanë dhunti, po. Kishte dhunti, bravo, kishte dhunti, po nuk i përdorte se i dhimte koka, çka nuk e di, shumë histori e vjetër. Edhe kishte shkuar dhe kishte parë këtë gruan. Edhe i kishte thënë i kam bërë magji. Dhe kishte çuar në një vend në obor dhe kishte thënë gërmoni këtu se këtu është. Dhe kishin gërmuar dhe aty kishte thonjë dhe krip. Thonjë dhe krip. E nuk e di çka kam bërë më vonë, po që u normalizua ajo gruaja dhe çdo gjë ishte shumë mirë. Oh. Po që ka shumë histori që vërtetojnë që magjit ekzistojnë, po mua mami më ka thënë gjithkohë që mos i beso, se nuk të ndodhi nëse nuk i beson. Dhe nuk është se kam time për shembull ndonjë histori që te më ka ndodhur kjo apo diçka, se realisht nuk është se i beson. Ashtu si beson fakt. Po magji bëre kisha na episodi. Zemra tash e vundin e kam, unë dhe se përdor, se mua bet, më ka bërë biznes, mos isha këtu. Po diskutoja me një patriotin tim që kemi dhe këtu në vilë. E po flisim për Fierin, domethënë që ka ca vende specifike që janë të frikshme, si ishte ajo me varin e bomit. Po. Në Fier janë shinat e trenit. Shinat e trenit. Aty ka pafund histori dhe te story që hodha kam shkruar një histori, që ishte pikërisht në këtë. Sot, shinat e trenit në Fier është e famshme për histori të frikshme që mban. Ka pasur shumë raste që njerëzit kalonin në një pjesë të caktuar duke dëgjuar zëra, tërhiqje nga xhupi ose prekje në supë. Të gjithë të njëjtën gjë tregojnë. Ka qenë një vajzë e cila kthehej nga shkolla dhe ishte bërë pak errët, nat dimri. Kjo mos më silli asnjëri këtu të më trembi. Kjo kthehej dhe rrugës si dukej sikur do t'i binte të fikët dhe aty në ato momente nuk kishte as val telefoni as gjë. Më pas u bë sikur e ndiqte një grua. Në fillim mendoj që ishte një grua normale, por duke e parë ju duk sikur i ndronte fytyra. Dëgjonte emrin e vet të thërritej dhe kur u kthye nuk ishte më fare. Ngeli mi pasoja, thotë kam pasur në klasë, shkonte në përhoxh dhe në përvende të mira, po prap dridhej sa herë që këndonte ndonjë hoxh dhe dëgjonte ndonjë këmban ose dikë që bërtiste bëhej shumë keq. O sa gjuna.
Unë them ta mbyllim. So nuk vazhdoj dot më. Se do na vinë tjetër dhe nuk e përballoj dot më. Por histori të frikshme janë por për te këtyre historive të frikshme ne nuk harruam që sjellim edhe këtë herë pak të qeshura, kështu që shikoni se çfarë bëm. sa të qajmë në tjerët këtu. Fa gjasi është në polici? Okej, mos e mbaj mendin aty se sigurisht është në budallik. Po pra, o Sergej, është zënë me çunat apo është zënë me njerëz jashtë? Se është ndryshe nëse është zënë me çunat dhe është ndryshe nëse është zënë me njerëz jashtë. Ka jo, se Po ka gjithë po rëndësi se- ziheshim. Po pra, po, është zënë me çunat apo Po, me njerëz jashtë? rek jemi. Basane, po ikim prapë në Elbasa. Sa u dal Basani, jo. Por këtë herë nuk e kemi tripin ton me sfida, por e kemi më të papritur se kaq. E kemi me pranks që ne kemi bërë njëra tjetrës, por që nuk i dim. Mos më shikoni Për vetëm shembull, mua. unë kam bërë një prank Leas, dhe Klea ka bërë një prank Esianës, dhe ne nuk ja dim pranket e njëra tjetrës. Okay? Shpresoj që më tjenë të pranueshme. Menaxhia jonë është 10 vjet dhe nëse ha nga ne, nuk e di. Ikim. Hajde. Hetimet e thelluara zbardhin dinamikën e konfliktit të ndodhur në ambientin e jashtëm të një lokali në fshatin Mans, si pasojë e të cilit u vran me armë zjarri 2 shtetas. Ata janë arrestuar për mos kallëzim të krimit, ndërkohë që 2 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim. Lajmi i fundit, një 24 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Durrësit pasi është konfliktuar e më pas ka goditur me sende të forta rojen e një parkimi. Forcat policore bëjnë me dije se i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa në pranga përfundoi shtetasi Justin Peshku, 24 vjeç. Justin Peshku, që s'e ke bërë ti. Çka ka bërë? Ç'a ishte? Po çfarë bëja unë? Are you serious? O si ma thot jashtë rrezikun për jetën. Po ti që Me armë të forta, tha. Shoj edhe një herë atë lajmin. unë është radio më shpirt. Po se më ndalo pak. Merrni më ti kën telefon nga vila. Bora. Më falja, je në djeni që Gjasti është në burg? Okej, po nuk e ma peti shpër në telefon tonë. Po unë jam në xhirime tani që unë e marr vesh nga radioja që Gjasti është në burg edhe ç'a po bëhet me këtë? Okej, flasim se nuk flitem në telefon për të gjë. Dalin, Nuk të ma. a je e në djeni që Gjasti është në burg? Dhe se shburga, Po. dhe ma më jam duke gëmuar që herë. Sa doli radio, Që thua, maj? Gjasti është në burg. Se konë të mere mu. Hajde të pjushu polici. Hajde. Zëma nuk mos u shqetëso se thoshte me sende të forta. Mos u shqetëso se thoshte me sende të forta. Po se më fal se nuk merret askush me këtë. Po pra është jashtë rrezikut për jetën. Po pra, pse vazhdon xhirimet? Kot pa lidhje, pse e marr vesh unë e fundit që ai është në burg? O zëma qetësou, çuna ti e di që çuna ta thash edhe shpar. Po nuk mund t'i kësh në burg kot pa lidhje ti për çau zura. Çfarë para ndjenja thash që shpar, që më duket sikur What man? O Lindi, s'ma e pak me listën të lutem. O zemra, Gjasti është në burg. Unë nuk e bëj dot të xhirimin, a mund të kthehemi për Durrës? Kthehemi për Tiranë. Se unë marr Dalinën, Dalina e mori vesh nga unë. Bora më thotë këto muhabete nuk bëhen telefon. Unë nuk mund ta marr vesh e fundit që Gjasti është në burg. O të ma nuk e dija atë vetë. Po pra, po unë nuk e bëj dot këtë xhirimin nëse marr vesh ai tjetri është në burg se ka qenë të bra tjetri. Po më jep shumë informacion, se nuk shqetësova për to, nuk e kisha iden. Po shqetësova të Të marrë pres, ço të pres të bëj çfarë? Të pres të bëj çfarë? Ko vazhdoni xhirimet. Po si të vazhdoj xhirimet, mora është në burg, si të vazhdoj xhirimet? Zemra e kanë arrestuar, a than tekstualisht, e ka arrestuar policia e Durrësit sepse është zënë me rojën dhe e ka gjuajtur me sende të forta. O zëma ne kishim e fillu në orën 3, kemi fillu xhirimin në orën 6. Po tash nëse është një gjë e madhe dhe del në radio, unë nuk mund ta marr vesh nga radioja. Na vjen keq o kreu tani nga kupton se për jemi çfarë. Okej, unë nuk e bëj dot xhirimin.
O Melis! O zemra, çfarë do bëjmë? Do pim kafe në Elbasan se është shumë e çuditshme. Për shpisime dhe qetësohemi. Do shtrihemi te shtëpia jote, do qetësohemi. Okej, dakor, ikim te shtëpia me Melisës, qetësohemi. Ku dreshim po ikim, ai ku dreshim po ikim. Nuk ma hap askush telefonin. Po janë tension më Klea, kuptoj Po tension jam unë. Tension jam unë që nuk e kam ide se çfarë dreshi po ndodh. Dhe jam nanën tjetër. Klea ishte një prank. Ishte thjesht një kamerë fshet kundër te. Fala, nuk e kuptove. Antrimi jemës ishte Allah Leku, Allah Bidai. Ema, pashkë. Oj, po se kishte mendje. Po është mirë, mos qaj. Me vërtet, po se me vërtet e besove? E besoj, më e shkreta. O Klea! Partë është burg. Oh, baby, si dhe lotët. Ema, Audia ishte në mes. Ishte në mes, literalisht në mes. Dhe ti e njeriu më i pa interesuar kur thjesht po jepet një lajm, kuptojmë. Forcat policore bëjnë me dije se i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën. 24 vjeçar! Ajo kishte thënë akoma 24 vjeç. 24 vjeç. Justin! Po më bëri abi ajo durrës. O Lali, kush e ka shtyp stopat e nuk është në rekë? Kush është shtypi stopë? Nuk kemi më prank, so Sergej. Kush është shtypi stopë? Ashtu ka qenë gjithë kohës. Pse, a ke seriozisht? Okay. O Sergej, djallë! Është të Justin. Mos bëni më kështu prank lodhura. Hadi ikim. Hi, si e ti? Kemi! Sa mirë qesh! Si kemi? Si kemi? Si njef? Jo. Si njef? Jam Eva! Që bëm pranks. Jo, që Eva, po nuk të njoh zemër. Okej. Është Ema kjo. Jo, jam Eva, Melisa është tjetra, është autorja, po s'ka që se ngatrohemi ne. Vjen keq. Ma, dhe me bashkë foto me gocat, po. Okej, në rregull. Dali me klient fare. Mirë në rregull. Pak mirë. Melisa do ikim. Hajde. Hajde, ma. Nuk i sjana, unë njef. Po. Ik bëjtë me Ema. S'ka problem. I ka pasur flokët më të erta, po ka që ka shumë si Jam bjondë hapten, mi jam bëvë kështu, me fjerë. Faleminderit. Faleminderit. Janë shumë e lumtur që të njofta. Faleminderit, që më njohë të njerë. Gjithë Ema ishte prank. Për një moment e hënga. Ishte dhe down me humorin edhe me i bodhe këtë. Edhe këtë doja. Ishte kështu. Po që ishte. Se duhesh me qesh, mos me ragu keq. Njësorat e parku Elbasanit. Do lym tabu, çfarë do bëjmë? Jo. Tu unë dhe Melisa kemi fshirë një 50.000 lekë. Duke qenë që Melisa e njeh Ashtë në vërtet? pëllëm të dorës Elbasanin, ajo ka futur një 50.000 lekë bashkë me mua. Po ato 50.000 lekë që do e marrim kush e qenë? Kush e gjen 50.000 lekëshin, i shpëton pranku tim. Duke qenë se unë bahem për pranket rrezikshme, nuk dua t'ju rrezikoj, kështu që kam zgjedhur rrugën e duhur. Kesiana është një djeni që ne gocat do i trambi. Ema prenka Gjeshka na ka bërë një individ të maskuar Të kemi marrë te trembur vila. gocat. Ja kemi vënë çunit dhe çuni çfarë do bëj? Do i hidhet në fyt Kleas dhe Kristovit. Do i trembësh? Po. Gati? Po. Ja me këtë zë, duhet t'jesh shumë i frikshëm. Po, thuaj. Goca. Nuk dukesh marrë, a shef?
O zot qa humbe. Mos e pa që ajo se unë theme kam keq, po jo, kjo është keq. Keq fare. Tani, le të vazhdoj horror. Shmetisave. What? O Ema! O Kristall! Ti kujton se do më trëmbësh mua 150 centimetra. Jo, mos e ish. Jo, u trëmba nga zhurma, se nuk e pash kush ishte, nuk e pash fare. U trëmba nga zhurma, se nuk e pash kush ishte, nuk e pash fare. Si lloj 50.000 lekësh, ky ishte 50.000 lekësh juaj. Uri me gjoba. A marrë gjobë. Po hajt moj. 150.000 lekë. 15 o idiote, po hajt. 150 o shpirt. O zemra, në rrugë të Zotit, ku ta parkoj unë? Ka parkim privat këtu. Po ku ti unë ka parkim privat këtu, moj? Po merret. O zemra, po pse parkove këtu? Ndaj ta bëj. Mos e bëra me A je shoferja? Ata merra me vetë makinë. O zemra, je shoferja, i kesh 1-2-3 përgjegjësi tani. O zemra, se mbaj në krah, këtu parkon dhe këta. Aq vihet gjoba kësaj. 150.000 lekë gjobë? Aj se ke lënë. Po sa më shumë me makinë. E ke marrë tash maje bari. Po jo e ke marrë, pse e ka marrë? E paguaj ti ajo. Po jo, do e pagojnë gjitha, po se pagojnë njëra. O zemra, mos paguaj asgjë gjë. E pse do ta paguaj unë me Kesianën? Po se po thon varja, paguaj ti pra. O zemra, po si ka marrë gjobë, mos e këtu është rrugë parkimi. Po si që ka rrugë parkimi? Mos është me viza, qa vizash janë? Ai pesa ngjyrë Po s'ka dil asnjë shipe. vizë. O zemra, më fal, me cilën tabelu nuk duhet të parkoj këtu? Okej, sa në O shpreh. zemra! Është shpreh. Po hese idiote. Edhe tash unë qa është kjo? Targa 2 pika? Po. E besove? E beson, e beson. Ore, e besova se thash okej gjobë, po pastaj thash pse këtu? Edhe pastaj po lexoja aty nuk po kuptoja shkrimin. Shkrimi ishte kreativ. O zëra e kam shkruar unë, po e kisha vënë me qëllim për zotin shkrimin. Do të thotë thash, ky polici që mund të ketë shkruar këtë ti është shumë seksi. Gjërat e pa drejta ma carojnë shumë. Ta carojnë? Po, edhe kjo ishte pa drejtë, se unë atë rrugë duhet merrja gjobë. Se jam shumë e mirë me teorinë, Ose do ku ikim merret dhe ku s'merret gjobë, po. Te rajoni. Se po, po ti telefone. Ama. Kjo drita. Ni qëngjërima, tani mbarova ishëm të në basan, po këthejem të që bëtë. Papsa. Gocen. Si ma thë... Sa herë në emisione që flet se ku ne jemi prindër strikt, se ku të kemi penguar, se ku nuk po vjen mirë mamë, se ti di shumë mirë që unë kam trajtu dhe si shoqe dhe si gocë, dhe si motër, gjithmonë të kam nejtë vërtet të koka, por gjithmonë duke të Ma, tani, mirë, dakord, po tani e gjithë ta vësh të bisedën. Nuk Po prisë ti që të vish në shtëpi dhe thosh që jam e lodhur dhe më acarova me të drejtën mamë, se nuk e kuptoj, aq shtri si emisione me ty, sa unë e di shumë mirë që vërtet ka qenë adoleshente, se dhe neve jemi munduar që të drejtojmë, nuk thash, në gabon. O ma, po unë nuk thash... O ma, unë nuk thash... Gjithmonë të kam vërë si sa e në emisione, prindit e një kështu, prindit e një kështu, se duke ditur shumë mirë se ta kemi vujtur, se ta sakrifita kemi për ju e për të drejtuar që është tek, sepse adoleshenta është që ke vështirë. O ma, po gjë pak. Unë ta kam shpjeguar dhe herë tjetër, që ne thjesht eksagjerojmë të gjërat për efekt kamere, nuk është sa unë, pastaj ti shife emër, e ma tham ka raf mami. Ata të Unë ka raf mami. Ka raf mami, të shri që gjërat bëni pak me lezet, edhe në na vjen që kështu se ku duke që ku... Po mirë, në ka raf me lezet, me lezet.
është e vërtetë ajo fjala që sa aty në emision që ta kuptoni kur të bëhen një vit nëna. Moj ti Aty të arrin ta kuptoni ti se festa e vështirë është të mos në gocat. Nuk ndihem keq me mami. Ndihem keq. Nuk më ka ardhur të qik mirë. Ua, shpreku. Mirë, okay, hajde se do flasim kur të vi, se ja për pak për ja gjysore ndoshta vi se s'ka trafik tani zyrtar. Mami, me mori ema në telefon, dhe sa të t'i bësh një prank Kristo. Ema prankaxhia. U mërzita? Po çau? Uçi. Zemra vogël. Pas të ke marrë seriozisht. Sa ke thënë? Të përshëndesim, Mami Kristo. Mami Kristo. Bashkëpunëtorja jo në krim. Ai, mos qaj. Po çan me bukurosha. Jo, për zotin, deri diku edhe e besova, se Ishte duke folë dhe shumë. Jo, po është... Hajde mami aktore! Ke pas nga ke gjajti, vajde! Është hera disa që kur unë tregoj gjëra në emision, thot në nëzore bëj. Edhe, okej, këtë e besova. Ishte vetëm një prank që e besova. Bravo! E shikon të preka Nutella. Që qyrt pak të e mbyllëm prap, e nisëm me lot, zemra dhe e mbyllëm me lot. Si që ka hije. E di, bëri vetëm habit diçka, që mami zakonisht shkruan në WhatsApp. Dhe nëse nuk i përgjigjem nuk më bezdis, në thënë me telefon. Po. Edhe kishte që shparë që i binte telefonat dhe të gjithë kohë duke e fiku. Ajo merë unë fik. Gjë e ka pra. Qa ka, se mami im, nëse nuk ti përgjigjem me WhatsApp, nuk më merë, nuk më bezdis. Po. Nuk është ai strikte. We love mamin e Kristit dhe mamat e gjitha neve. Faleminderit që na keni rritur në këtë mënyrë strikte. Mami më ke përmirë shumë që më ke rrahur, sepse tani jam me forcë. Wow, lova. Goca. Lodhëm shumë. Ta mbyllim apo ke prap? Nuk e di, varet. Rruga pranks? Nuk e di kur. Matematik na ka ndodhur nga një secila se besoj kemi më. E di çam bëri habi? Ema që e besojnë ndërkohë që e ka bërë këtë gjën Adrolla Dushi. Kur ja bën gropën të tjerëve dhe bie vet brenda. Rash edhe unë. Aventura tona. Jemi lloj 4-shë. Aventura të çmendura. Po gjithsesi ju ne duam sugjerime nga ju se nuk kemi më ide, na sugjeroni pra na thoni çfarë bëjmë ndonjë gjë interesante tjetër. Se ne marrim urdhra nga ju. Ju a bëm, na urdhroni. Tu e vërtetut që ne bëjmë çfarë thonë ju. Ne ecim që ju të vraponi. Vetëm të hidhemi nga ndaj pallat nuk e bëjmë. Edhe bëjmë gëzuar. Gëzuar. Premium water by Lajthiza, mëshirën time të preferuar që është portokall. Unë kam marrë vitaminat e mia gjithmonë. Unë kam marrë oksin tim Leila që nuk e ndaj asnjëherë. Gjithashtu dhe unë se ky është my favorite. Tjetër se çka kemi bërë me Premium by Lajthiza. Hi! Sot kemi ardhur te studia e Flor Thomaj sepse na kam shehur pijet e Premium by Lajthiza kudo në këtë studio. Edhe pse jemi me shalla shaj në përduar? Sepse unë tani do t'i mbyll syçkat e tu të bukur dhe ti do gjesh ku jam shehur bashkë me mua, sepse kjo është sfidë. Me sy mbyllur? Po, dhe kush e fiton? Fiton sfidën. E si procedohet fitoria? Kush gjen më shumë vreme me Lajthiza? You got it të fiton. U kam lindur gati. You got it të fiton. Mami shefti? Ja, po ti? Fasi më gjoja. Vej të prek pak, të ke kokën. To që si supozet i gjejmë në këto. Tani do ecim, do hidhime ku na ka fikoma dhe dora. Qa preket? Nuk e di, kam e tavolinën e Florit. Ha? Ka i hyrje kjo këtu brenda o zemra. Gjeta i qëmë. Gjeta një! Seriozisht? Qa është? Apo, nuk shef asë. Nuk shef. Nuk shef. E gjetet e tavolina? Po. Dhe tjetë në një këtu të divani? Ka një se derë kjo tavolina.
Frita vlla, se më duket se gjeta. E gjeta dhe një! Hava? Harova. Gjeta 3 o ima! Ua, gjeta një unë! E gjeta të divani! Në të gjithë vëndë strategjike ku mund të ketë futur ai përsal. Për shembull, telekomandën. Ku e lejnë telekomandën? Kur na humb, telekomanda, te divani. Mes divanit na humb. Këtu s'është, këtu. Yes! Gjeta 2! E gjeta? Gjeta 2? 2! Jemi gati për azim. Ha moj. Gjeta i përmendon të gjej fillimin edhe fundin, okej. Nuk i rash asgjëje me kokë. A është ai priz kjo që po fuzgishta? Të dhot na fal. Jam unë ajo, nuk e Je di që ke ti. Tash se kush ishte. Gjeta gjë. Nuk e di, po rash më korrent do ta morësh. E gjeta! Ua, sa 3. Gjeta 1. Ta se ran korrent. Po unë. Gjeta unë. Kam mikrofoni. Jo, që ka mikrofon. Tu prish. Gjeta për zotin! Është mikrofon këtë herë? Jo, është oks kë. Tu ndonjëherë se mos më zhur. Po, është oks. Është oks, yes. E gjeta. Uaj, gjeta një tjetër, Ema, gjeta një tjetër. Gjeta tjetër ti më? Po. Gjeta 2 oksa. Ku i gjeta? Oksa, 2 kështu. Premium, lajthiza, një shisha dhe një kanache. Ku është tjetri tash? Sa shtuan? O ima gjeta më shumë se shmendoja se do gjeja. Po lëdhe këto tjerë. Qa dreshin po blan, qa sharush i gocit të shky? Se si a i po më tuket. Hi baby, how are you? Ja, gjeta dhe një! Gjeta dhe një sa ke deri tani? 4 copë. Bravo zemrat, ljum! I'm fantastic! Bravo! Ua, Klea, gjeta prap! Bravo! 5 copë! Okej. Jam të dira. Hajtë? Gjeta? Ha? Gjeta. Halal, bravo. Nuk e di qarë se nuk shoh. O gotë, si ka më të që nga bi gjithmonë në të dyjave këto sfida që janë kështu si më... Sepse jemi shumë të mira. Ndiku, po nuk jam e sigur se... Shiko, po qose unë jam e sakt me kalkulimet e mia, këtu duhet ketë një këshu e... Ha? Aja? Gjia hekrit portokalli. Umaj. Këtu ku i ham unë. Ha, shifi, her ku jeti, sa më se di ku je. Po e shoh, koptan. Se ajo të më vjen andej. Po nuk s'pash. E gjeta i gjë. Ha? Nuk e di ku jam. Hamoj! Se qa hoda. E gjeta! 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 Halal. Gjeta 1. Ha? Akoma të du fjak për më defu. Se më not në pikë. Gjeta tjetërën! Ha, gjeta? Tani, me pak fat dhe shpres dhe marrëzi, do të ketë edhe një tjetër. O zemra 3 do gjeshti? E gjeta! Ku i gjete moj këto se më habit? A kam më 4 lartë? Ja. Shishë dhe u. Ku është kjo? Ua! Basketball! Qërë në tokë? Duket se bëra gol. Kosh. Ku je? Ku je? E gjeta! E gjeta! E gjeta duket... Apo jo? Ua, të merë. Ku je, më mraj gjë, po se qa mëra nuk e di. Nëse ra të di. Ku shkoj, ore? Që është? Mendova se do më shpëtoje. Gjeta 2, Klea!
Gjeta 2, o Klea! Ku je? Klea! Bravo. Thank you. Do që t'jesh. Faleminderit. Ore, sikur nuk kisha kaj shumë. Ku i gjeta kaj shumë ti? Ku ti unë? S'po më dalin llogarit mua tani. Loja, me që u bo me hile, hajti film gjitha, ose marrë vesh. Mendoj që s'do ketë një fitues, thjesht do t'i ndajmë bashkë, t'i marrim me vete. Bravo. Kjo është forca e grupit. Bashkimi bën fuqin. Ta bëjmë mundi Dore? O, zoti mat, goca, mbyllim dhe për sot. Mbyllim se duam të flem gjumë sot. Unë dua ta mbyllim se nuk po ndjem fare mirë në këtë episod që s'po na lë rehat të frymojmë. Shiko se, ne e bëm këtë për Halloween thot festa tjetër janë Krishtlindjet zemra. Kështu që jemi happy. Ato me qira Lafi gëzuar Halloweenin, shpresoj që ta festoni. Inshallah, jo me ndonjë. Mos harroni, të shikoni në për rrjetet tona se çfarë do bëjmë ne për Halloween. Ne ka frikë nga lekët. Inshallah, edhe un kam frikë shumë nga lekët fakti, trembën, por inshallah nuk e harrova çfarë do thoja. Inshallah nuk ngeni pa gjumë sonte. Ju duam shumë. Që thoshte kam frikë nga kaçurrelset. Ndoshta ju deni kaçurrelse para. Love you guys. Bye. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, mos harroni të bëni subscribe që mos ju dalim ne mas deri në 3 natës. Ándale.